Tashmë tema Bleona Matës ka prekur gjithë shqiptarët dhe lajmet të cilat po qarkullojnë të ditës në rrjetet sociale kanë bërë që njerëzit të jenë më të përfshirë në të ngjarje e cila duket se po vjen drejt zgjidhjes, por në të vërtetë shumë persona kanë akuzuar dhe ta dumen se ajo mund të jetë gënjeshtare dhe bëhet përdor për famë këtë emër. Normalisht, ajo duket se dëshiron me gjithë shpirt që bukuria e Mata të takojë vajzën e saj, për përsëri informatat që po vijnë nga të gjithë duket se janë të rreme dhe false dhe duket se thjesht po rrisin edhe një herë vëmendjen tek emisioni i tyre. Ajo është dashur që të reagojë pas shumë komenteve të bëra nga populli, ku mund të përmendim disa të thjeshta: a ke ndonjë gjë të re? Mos e thirr kota të nënë që i pikon shpirti Odeta, po e pret gjithë shqiptaria për Bleonën, se kemi ndjekur rastin hap pas hapi po presim të reja nga momenti në moment. Pse më gazetare e ndyrë e përgatit emocionalisht këtë nënë, si ku po jepi lajmin e madh e pastaj e shgënjeve, e bëni veten për views dhe propagandë, mjaft të shfrytzuar këtë histori. Por mendova se gjithët vajzën, pse e thirrni kot në shkret? Kjo familje ka shumë për të dyshuar dhe po e fshen të vërtetën. Odeta Dume është një goxha në faj dhe duket se ka bërë një tweet në rrjetin social të saj duke thënë: unë rrallë herë reagoj te komenteve, por për rastin e Bleona Matës e ndjej domosdoshme ta bëj. Të dashur miq, unë jam gazetare, nuk jam as prokurore dhe as gjykatëse. Emisioni që drejtoj bazohet në informacione, dëshmi dhe punë investigative të verifikuara dhe trajtuara me përgjegjësi profesionale. Nëse këto raste nuk do të trajtoheshin publikisht, Bleona Mata do të ishte harruar prej kohësh. Report TV është ekrani i parë që ka dhënë zënë nëse saj do të vijë ta mbështesë këtë histori me seriozitet dhe respekt. Asnjëherë nuk kam përdorur historinë e Bleona Matës për lime. Kush e ndjek prej kohësh këtë program dhe një rrugtim e kësaj historie e kupton qartë punën, këmbguljen dhe përpjekjen time profesionale. Kjo histori do të vazhdojë të ndiqet me shpresën që të vërteta të zbardhet një ditë, sepse nuk vazhdojmë të kërkojmë të vërtetën, Bleona rrezikon të harrohet. Çfarë mendimi keni ju për këtë reagim? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re të kanalit ton. Ju faleminderit.